Për nder të 7 vjetorit të pavarësisë me përkrahjen e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport të Gjakovës, klubi sportiv Sport Center organizoi meqe në boks. Boksierët të cilët morën pjesë ishin të kategorive pioner, kadet, junior dhe senior. Sot klubi joni Sport Center, klubi boksi Sport Center, ka organizuar për nder të 7 vjetorit të pavarësisë disa meqe, të cilat janë në disa kategori të ndryshme, dhe në bashkëpunim me Drejtorinë e Kulturës, Rinisë së Sportit të Gjakovës, kemi dashur që edhe na sadopak bëjmë diçka për nder të pavarësisë së Kosovës. Ndërsa trajneri Ramoja tha se klubi sportiv Sport Center tregon se Gjakovës në artet luftaroke nuk I mungojnë talentet dhe kjo më së miri u tregua sot. A konë shumë kënaqësi e madhe për këtë festë se majtëm këtë mes, edhe se si dim gjithë Gjakova është djepi I sporteve luftarake. Besoj se edhe në tashmen do të bim titla tjerë si në boks, si në kickboks. Prezent në këtë event ishin zyrtarët e sportit dhe komunës së Gjakovës, gjithashtu edhe kampioni I botës në kickboks, Shpejtim Ahmetaj. Në fund u dhanë mirënjohje përfituesit të ndeshjeve, arbitrit, kryetarit të klubit dhe trajnerit.